Vuani nga diabeti ulët, ja ushqimet të cilat duhet i konsumoni. Sheqeri ulët në gjak i njohur si hipoglicemia në botën mjekësore përkufizohet si niveli i sheqerit glukoza në gjak nën 70 mg për decilitër. Hipoglicemia shfaqet më shpesh te njerëzit me diabet, veçanërisht te njerëzit me diabetin e tipit 1. Sheqeri i ulët në gjak mund të çojë në marramendje gjendje të fikti, ankthi dhe simptoma më serioze siç janë krizat. Në shumicën e rasteve, sheqeri i ulët në gjak mund të trajtohet duke konsumuar burime të gatshme sheqeri, të tilla si lëngjet e frutave ose bombone të forta. Në këtë video do të diskutojmë se si të menaxhoni sheqerin e ulët dhe të përmirësoni gjendjen tuaj. Niveli i sheqerit në gjak te çdo person ndryshon gjatë ditës në varësi të faktorëve si marrja e ushqimit, aktiviteti fizik dhe faktorët e tjerë. Për të përmirësuar gjendjen tuaj, shtoni në dietën tuaj produkte të cilat ju përmirësojnë sheqerin dhe gjithashtu përmirësoni aktivitetin tuaj fizik dhe bëni një ushqyerje e cila do të ndikojë në rritjen e vlerave të sheqerit.